Eliona ulet në divan, me sytë e mbushur lodh dhe me frymëmarrje të rënduar. Ajo duket e dëshpëruar, duke u përpjekur të përballojë ndjenjat që e kanë kapluar pa pritur. Me një zë të dridhur, ajo fillon të rrëfejë emocionet e saj më të thella. Më mungon shumë mami, thot ajo, duke ulur kokën dhe duke fshirë me dorë lotët që i rrëshqasin poshtë faqeve. Ndërsa fjalët dalin nga zemra e saj, sytë i shkëlqejnë nga lotët dhe një trishtim i thellë duket se e ka kapluar çdo pjesë të trupit të saj. Ajo vazhdon me zërin e dridhur, duke treguar se sa shumë e ka ndjerë mungesën e nënës së saj që nga viti kur ajo ka ndëruar jetë. Çdo fjalë duket sikur e lëndon më shumë, sepse kujtimet dhe dashuria për maman janë ende shumë të forta. Nuk ndalet kurrë në zemrën time. Sa herë që mendoj për të, ndjej boshllukun që më ka lënë. Mami im, dua ta shija përsëri, dua ta përqafoja. Por nuk mundem, thot Eliona, duke qarë pa pushim. Banorët e tjerë e shikojnë me dëmshuri dhe disa afrohen për ta përqafuar, duke i dhënë mbështetje, por asgjë nuk mund të zëvendësojë mungesën që ajo ndjen. Lotët e saj vazhdojnë të rrjedhin ndërsa ajo përpiqet të përballojë dhimbjen e madhe dhe dashurinë e paplotësuar për maman e saj. Në këtë moment, dhoma e shtëpisë mbushet me një qetësi të trishtë, sepse të gjithë e kuptojnë se ajo po përjeton një dhimbje të thellë që nuk mund të zbutet me fjalë të thjeshta. Lotët dhe rrëfimi i saj tregojnë një lidhje të pazvendësueshme dhe një vuajtje që mbetet në zemër për një kohë të gjatë.